Nëse keni probleme me kyçin e dorës, ju rekomandoj të bëni këtë ushtrim. Mund të merrni një shishe me ujë 0.5 litra, vendosni dorën tek tavolina e ngrënies ose tek një tavolinë cila do që distanca të jetë në këtë mënyrë dhe kyçi i dorës të jetë jashtë tavolinës, siç po e mbaj unë në video. E lini të lirë ta marrë pjesa e peshës dhe më pas ngriheni lart dorën në këtë mënyrë. E ulim poshtë, pra ideja është që kurrizi i dorës të shikojë në drejtim të tavanit dhe e ngrem lart. Pastaj, gishti i madh të shohë në drejtim të tavanit, e ulim poshtë dorën, mundon të mos ngrihet pjesa e brylit. Pra bryli është drejt dhe e ngrim në këtë mënyrë dorën dhe e ulim poshtë. Ideja është dorat para krahut mos të shkëputet nga pjesa e tavolinës. Pra tjetë positur totalisht para krahut tek tavolina juaj dhe e ngreni në këtë mënyrë dorën. Më pas, pëllëmba e dorës të shikojë në drejtim të tavanit, e lini të lirë dhe ajo që bëni, afroni gishtat në drejtim të fytyrës në këtë mënyrë dhe përsëri e lini të lirë dorën. Mund të bëni dhe lëvizje rrotulluese të dorës në këtë mënyrë, njërë në drejtimin orar dhe njërë në drejtimin antiorar. Këto ushtrime ju rekomandoj që ta përsërisni 15 përsëritje, 2 sete në ditë.